Një 62 vjeçar është arrestuar në flagrancë në Mirdit pas u kap duke ndezur zjarr në fshatin në Rajan e Valës. Shtetasim inicialet AD banues në Raja e Valës u arrestua në kuadër të operacionit policor të koduar Piromani 2 pas një pune gjurmuese 48 orëshe dhe monitorimit të zonës me dron. Sipas policisë, 62 vjeçari dyshohet se gjatë ditëve të fundit ka ndezur edhe 5 vatra të tjera zjarri në territorin e Mirditës. Për këtë ngjarje, ndaj i tij rëndojnë akuzat për vepra penale, shkatërrim i pronës me zjarr dhe shkatërrim me zjarr i pyjeve dhe mjedisit pyjor. Nga hetimet paraprake është dokumentuar se zjarri dyshohet se është përfshirë nga një sipërfaqe për rreth 15 hektarësh. Shërbime zjarr fikse dhe ato të policisë vijojnë punën për izolimin dhe shuarin e plotë të vatrave të zjarrit. Nga verifikimet e kryera nga autoritetet rezultojnë gjithashtu se 62 vjeçari ka precedent më parshëm për zjarrvënie të qëllimshme. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit Policisë Mirdit në drejtimin e prokurorisë po vijojnë hetimet për të dokumentuar plotësisht aktivitetin e tij dhe për të verifikuar nëse ai ka lidhje edhe me raste të tjera zjarrvëniesh në territorin e Bashkisë Mirdit. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë për veprimet mëtejshme.